Përshëndetje, unë me saj divet një pensionist që jam, që të ngrije mu për një certifikat, po ka edhe mosha të reja për një lindje, fletë lindje, ka një vdekje, të ngrijen të vejnë Korça pa të vejnë gjithke. Gjendja civile me tërë këtë populatë që ka administratë e Pojanit nuk duhet të largohet. Këtë vendimi themi qeverisë dhe qeveria ta mendoj mirë se gjithë pensionistët e vendit që ka ta dinë se do mbeten pa kënaqur. Ka që themi qeverisë. Faleminderit, ka gjë. Pashtime sa shikoj unë kjo qeveria më duke se i ka vendosur këtë, po ka bërë gabimin dhe mas që s'na ka pyetur ne për para. Dhe na pyeste ne për para se qeverinë e kemi zgjedhur ne, si popull. Edhe të diktë të dytën qeveria. Se neve këtu kemi patur administratën, kemi patur edhe gjendje civile. Ne gjendje civile e duam këtu një. Pa diskutim. Se te a problemet që i gjithëm këtu nuk duhet të rendin nga ndër, se do mos në moshe tretë. Edhe qeveria të di dhe këte, se ne moshe tretë po e mbajmë në pushtetat. Ne jemi 780.000 pensionistë, po të duam neve ja dhe të abevëm qeverisë. Kështu i thmani asë i qeverisë. Edhe shduhet të eqë asë një presje që këtu. Administratën nuk të adeshten, qopë se do ikë bashkia që nga Mariqi në Korçë, do ikë dhe administrata që këtu. Detyrimisht. Kjo është si buka që ha. Është e pa diskutuar. Prandaj në të bëjmë shmos që mos të vizë asë një gjë këtu. E i thonë ati kryetarit tonë që kemi zgjedhur ne atë që është në krye, që kemi vend edhe si kryeministër, se e kemi vend ne atë ati. E duhet na dëgjoj deri më një. E poshtë atë dëgjoj ja i kokën ka për të ngrënë. Dakor? Ka që isha dhe? Nuk e di për në mendimin tim, mire është succes bashkëra. Pak në tu kemi një problem dhe jemi diku, trokasin, në kryetari bashkisë, në kryetari, në administratori, e në radhë. Kryetarojë neve që te jemi pastaj jemi të ndetë, që basë 11 maj. Shembull është e vërtet, ju në vend të apeli në mirë se po ikin të gjithë, në fshatë kam gjeru vetëm plekë, edhe kam gjeru 33, kaq. Ik në sa ka në kufirin, fshatat kam nga 2-3 familje dhe kam komuna. Ekzistojnë komuna, ta komuna. Ne neve shkuptim ka kjo. Kaq kisha edhe për gjenën civile, po u mosave. Jam detyruar ka marrë pleti kam sjellë tu se nuk dim ne Albania, ju a u ben Ermali, ja pe Albania për momentin ja u ben ju e certifikat. Pleti to për zotin i kam sjellë unë, se s'ka njeri në shtëpi, na 80 vjetë. Zdi unë e Albania, jo të dia ju që është 80 vjetë. Ka që kështë? Reson, po vetëm pesha politike, do të thotë që kjo është politikë. Kryetari mendon që ne po janë të mbuloj disa gjëra të tjera nga pesha politike. Jo, më falë. Nuk e ka thënë. Nuk e ka thënë. Në realizesh këtu, dakor. Base kam unë keqi për mi. Po janë si po janë, ekziston mundësia të ishte bashkimë vetë. Në qoftë se sot për sot Mariqi nuk i bëhet bonë për Zerecin dhe për Moglicën, Korçës nuk do t'i bëhet bonë nesër as për Pojanin. Se Korça ka interesat të tjera, nuk i bëhet bonë për Zerecin, për Moglicën dhe as për Pojanin. Kështu që mendimi i është që bashkia të boshkë. Edlira nga Qup nga Maliqi dhe martuar këtu në Pojan, janë vendali e maliqare dhe nuk dua që bashkia e Maliqit të prishet, sepse ajo ka qenë dhe le të jetë. Pse? Tani neve kemi një hall, një gjë. Ku do vëmë? Ku do qajemi? Në Korçë, do na pres Korça neve? Kur? Njerë kjo. E dyta, administrata këtu. Ne na ka shërbyer për çdo gjë. Tash pse duhet të ikim? Pse duhet të ikim? Mirë unë, pa ata mosha e tretë, ku do vëmë? Ku do na çojnë? Për një kartë, për një firmë, për një gjë, ku do ankohemi? Ku do vënë fëmijët tanë pastaj? Po mbyllën këto, ikën fëmijët. U zhduk Maliqi, u zhduk tëra. Ku do vënë? Këtë të mendoni. Ajo që në Dëgjuam të kryetarët dhe në kryetarët të Këshillit Bashkiak lidhur me reformën territoriale. Do të dimë cilat janë mangësitë e bashkisë Maliqit dhe cilat janë benefitet e bashkisë madhe. Dhe më fitimet
kontributi ose puna, investimet e tjera. Lidhur me këte, ne, si banor të njësisë administrative dhe bashkisë Maliq, na ndodhur gjithmonë pranë. Një telefonat me kryetarin, një shqetësi, një problem, gjithmonë ka qenë i zgjidhshëm. Nesër nuk u dihet. Ne e familiarizuar të gjithë, pa patur dallime partijake. Këto nuk na hyn ne. Duhet të shikojmë interesin e përgjithshëm të popullit. Kështu që unë mendoj se lidhur me investimet mos na ndodhë afër detit, afër mbretit. Pra për këtë të them të shikohet dhe të bëhet me mira. Nuk jam në kundërshtim me territorialen, por të shikohet çfarë fonde mund t'i përkasin bashkisë, ish bashkisë ose qendra administrative. Lidhur me këtë të gjendje civile do ta them përsëri. Është e prekshme dhe është e domosdoshme. Të lutem zonë. Prandaj që kjo është e domosdoshme dhe e nevojshme se gjithë ne jemi mosha e tretë, 70 vjetë, 75, 68, kështu që ne kemi të domosdoshme shërbimin më të afër. Ne nuk dim të hymë në e Albania, breza tonë, nuk dim. Ai që di i nxjerr vetë, ne nuk i nxjerr dot, kur vim në përqendrat e zgjidhim problemin që kemi. Prandaj u bëft gjithmonë më e mira.